Sot jemi prapë bashk për me diskutu një temë shumë të rëndësishme, mendoj unë, edhe diçka që pyetemi vazhdimisht, po kohëve të fundit pak më shumë është diskutu, dygjuesia, sidomos tek fëmijët e moshave të hershme. Është një prej temave që besoj shumicës prindve ju intereson, sidomos për neve që na jemi në shkollë që i përdor të dy gjuhët, edhe gjuhën shqipe edhe gjuhën angleze, edhe gjithmonë ka pak breng a me pru fëmijën në shkollë të na për arsye se ekspozohet edhe në një gjuhë tjetër, përpos asaj që është anëtare gjuhës shqipe. Si temë mendoj që është goxha e diskutueshme. Unë po flas pak prej perspektivës së studentës, kur kam dashur me hulumtu si temë, gjithmonë kam menduar që ka me qenë temë që zgjon debat ose që hulumtime të shumta munden me tregu që dygjuesia bën dom ose nuk bën dom në stade të caktuara të zhvillimit, po në bazë të shumë studimeve që edhe vetë na i kemi diskutuar dhe i kemi lexuar, është që në të vërtetë nuk është një faktor i rrezikut për zhvillimin e gjuhës ose zhvillimin e vonesës gjuhësore ose ndonjë çrregullimi tjetër gjuhësor. Prej perspektivës të metodologjisë Montessori, shumica e njerëzve të cilët kom pasur në rast me bisedu me ta për këtë temë, tregojnë që në fakt ajo veç ndihmon. Puna me qenë në një ambient ku flitën dy gjuhë, ajo veç ndihmon. Mirë po prej eksperiencës tonë, na e dim që na kemi fëmijë të cilët janë shqiptar, pra prindit i kanë shqiptar të dytë, edhe ekspozohen kryesisht ndaj gjuhës shqipe. Mirë po në të njëjtën kohë ekspozohen edhe ndaj gjuhës angleze për arsye se kanë qasje në televizor ose në tablet ose në teknologji, edhe automatikisht ekspozohen ndaj gjuhës angleze pak më shumë. Mirë po na kemi edhe fëmijë të cilët janë prej kanë dy nacionalitete të ndryshme, edhe ata zakonisht i flasin të dy gjuhët pa asnjë problem edhe me lehtësi të jashtëzakonshme. Pra po du më kthy te ajo që e kemi fol shumë epizoda më përpara, kur shumë është lehtë me lexu diçka dikon edhe masnej me mendu që ashtu është në praktikë ose me thonë po shkruan çto, po jo gjithçysh ka me qenë çështo në praktikë, po mendoj që na jemi ballafaquar me çet temë goxha si shumë për shkak të fëmijëve të martesave të përzime ose kryesisht veç fëmijëve shqiptar që ekspozohen shumë në gjuhë angleze, po flasin po edhe në gjuhë tjera. Është një konsensus i përbashkët, mendojnë mes prindve që ata e konsiderojnë që është problem që fëmijët tonë flasin anglisht. Normalisht është problem nëse fëmia është i fol vetëm në gjuhë angleze, ekskluzivisht, edhe absolutisht nuk preferon me fol në gjuhën shqipe. Kjo për shkak se duhet me ditë me fol edhe gjuhën shqipe. Mirë po, ka arsye edhe pse fëmijët zgjedhin kanjherë me fol veç anglisht. A është diçka që na e preferojmë? Jo, normalisht në kushte ideale kishim pas që fëmijët me i fol të dy gjuhët rrjedhshëm si gjuhën shqipe si gjuhën angleze. Po, çka është diçka e rëndësishme më përmend, është që na kemi pas rastin me njoft edhe fëmijë që janë trilingual. Do me thonë fëmijë që i flasin ma shumë se dy gjuhë. Për shembull e ka nanën një nacionalitet, babën diçka tjetër, një nacionalitet tjetër, po prindërit ndërmjet vetja komunikojnë anglisht. Edhe fëmija prej kur lind ekspozohet në 3 gjuhë për shembull. Edhe këta fëmijë na i shohim që i mësojnë të 3 gjuhët. Zakonisht brenga më e madhe është nëse ata janë të e fol veç një anën gjuhë, këtë rast gjuhën që nuk është anëtare, për shembull fëmijët tonë shqiptar, të cilët flasin veç anglisht, konsiderohet sikur problem se mandena ajo besohet që ka me pas vonesa në gjuhë. Po nështë prej perspektivës të logopedës mundesh më na tregu pak ma shumë rreth punës të vonesave gjuhësore edhe sa e ndikon që kjo puna e bilingualizmit ose dygjuesisë vonesën gjuhësore. Para se me vazhdu qëto, unë veç po du me përmend një diçka të vogël se pak po m'duket sikur si popull, si shoqni, po e lidhim gjuhën angleze me përdorimin e teknologjisë. Unë e kuptoj që shumicën e rasteve krejt këto programe që ju servohen fëmijëve janë në gjuhën angleze, për shkak që është gjuhë që e flet krejt bota. Po nuk do me thonë që ekspozimi në një gjuhë të caktuar gjithmonë ka me qenë përmes teknologjisë.
Nëse ti e ekspozon fëmin në mënyrë të shëndetshme, po flas kushtimisht, atëherë ai mundet me i zhvillu të dyja gjuhët në stade tipike të zhvillimit, pa qenë pasivisht i stimulum për me mësu një gjuhë të caktume. Besoj që kena me diskutu punën e teknologjisë, ajo e meriton një epizod në veti, me folë për punën e teknologjisë edhe përdorimit saj, dhe sidomos përdorimit saj para moshës 3 vjeçare. Mirë po, për neve, na e shohim që kur përdoret teknologjia, mësohet gjuha angleze. Mirë po tjetra është edhe të puna e standardizimit të gjuhës, që gjuha angleze është pak ma e standardizume, edhe thjesht i vjen veç pak ma lehtë fëmijëve me folë gjuha angleze. Mirë po, të na në shkollë, na mundohemi me inkuraju ata me folë edhe shqip. Për shkak se gjuha shqipe është diçka që është e domosdoshme kur jeton në Kosovë, edhe mundohemi gjithmonë me inkuraju ata edhe ndërmjet veti me folë gjuhën shqipe. Na jemi shkollë që përdor zero teknologji, pra nuk i ekspozojmë fëmijët asnjëherë në teknologji. Brenda vitit mundemi 2 ose 3 herë me shiku ndonjë film, mirë po gjatë kohës të mbetur, qasja në teknologji nuk ekziston. Prej eksperiencës personale, asnjëherë në asnjë takim me prind nuk e rekomandoj me u ndërprej ekspozimin në një gjuhë të caktume. Gjëja e parë që unë e rekomandoj, edhe gjithmonë do ta rekomandoj, është ndalimi rreptësisht i teknologjisë. Do me thonë, mos me u ekspozu në teknologji një fëmijë që dyshohet që mundet me pas çrregullim të folurit ose gjuhës, e masnej qysh ti ekspozon në gjuhë në tjera forma, ajo është e lejushme komplet. Unë e kam raste të fëmijëve të martesave të përzime ose të martesës së njëjtë po flas shqiptar që e flet gjuhën angleze pak më shumë, edhe unë mundona me gjetë dikon mesin edhe në atë gjuhë që ai ndihet më rahat me u shpreh, për shkak se duhet me u arrit një numër i caktuar i fjalëve ose një fjalor i caktuar për moshën kalendarike që fëmijët e kanë gjithmonë duke përcjell potencialin e plot të fëmisë, e masni mundet me u bua ajo ndarja. Prindrit shumë shqetësohen edhe në takime e shprehin këtë gjë, apo edhe gjithmonë në pyetje të përditshme, se pse po e flet një gjuhë të caktuar ose nuk po e kupton këtë gjuhën tjetër, si anglishtën si shqipe. Nuk do me thonë që dikush shqetësohet se dikush po fol anglisht. Pse dikush po fol anglisht e shqip jo, ka prind që shqetësohet pse nuk po e flet anglishtën, është non stop i ekspozum pse nuk po e përthith qatë informat. Mirë po mendoj që ekspozimi i shëndetshëm në gjuhë të caktume gjithmonë ka me rezultu në diçka pozitive, e masanej kur mbrihet një moshë e caktume edhe shkencëtarisht është e vërtetuar që masin kokën e vet, secili fëmijë, secili tru e ndon, edhe ka shumë atë lehtë kur flet disa gjuhë, e ka shumë atë lehtë me ndru prej gjuhës në gjuhë, edhe pak ma shumë i përthith informata dhe kur ndrojnë. Kur fëmija është i ekspozum në 2 gjuhë, i ka disa benefite. E para është që fëmijët që ekspozohen në 2 gjuhë edhe i flasin që ato 2 gjuhë, ju zhvillohet një pjesë në tru që ju ndihmon për vendime ekzekutive. Kjo është një plot shumë i madh. Studimet ndryshme tregojnë që fëmijët që janë të ekspozuar në 2 gjuhë e zhvillojnë trurin në mënyrë caktuar që në të ardhmen mandej kur është puna me marrë vendime më të mëdha ose vendime edhe nëse janë të thjeshta apo për një fëmijë janë pak më komplekse, ata e kanë kapacitetin me mendu në mënyrë pak më kreative, por gjithashtu kanë kapacitet me bo ndalesa të ndryshme në të menduar ose në veprim, për shkak se gjuhët në trurin e njerëzit gjithmonë janë të bë garë cila me dalë para. Na si shkollë që i flasin 2 gjuhë, i kena 2 mësuese të cilat njëna e flet për shembull veç gjuhën angleze, komunikon me fëmijë ekskluzivisht në gjuhën angleze, edhe mandej mësuesja tjetër është që flet ekskluzivisht në gjuhën shqipe. Kjo i ndihmon fëmijëve me bë dallimin në trunin e tyre, me ju qas njënës mësuese gjithmonë në një gjuhë caktuar. Edhe kemi pa me fëmijë që ata pa mendu, qysh me thonë, i flasin mësuesës që flet gjuhë shqipe shqip, e asaj që flet gjuhën angleze veç anglisht. Edhe kjo ndihmon për arsye se ata e bojnë një ndamje në kokën e tyre që këto janë 2 gjuhë të ndryshme. Nuk është gjuha e njëjtë. Unë më i mendoj një eksperiencë personale me fëmijët e mi, të cilët kur vjen puna me bisedu me gjyshat e me gjyshrit, ata gjithmonë flasin veç në gjuhën shqipe. Mirë po me neve të tjerëve që e dinë që na flasim anglisht, kanë tendencë nganjëherë me folë në gjuhë angleze. Edhe kjo është në fakt një gjë shumë e mirë për shkak se ata munden me dallu gjuhën
prej gjuhës. Mu shumë po më keqe që përmend këto, për shkak që prej eksperiencës e di që fëmijët e klasës 3-6 janë pak më të mëdhej, kur e kam pas rastin me shku te klasa e bebave, te fëmijët 1-3, gjithmonë i kanë folë në gjuhë shqipe. Sikur ata me mendu vetë që fëmijët e vegjël nuk dinë me folë anglisht, tash unë po ju flas këtyne shqip. Po. Na e mundohemi që fëmijëve në moshat 1-3, sidomos atyne që janë shqiptar, me ju folë në gjuhën shqipe, për arsye se është mirë me e mësu gjuhën shqipe prej moshës të hershme. Mirë po ata janë të ekspozuar edhe ndaj gjuhës angleze për arsye se fëmijët të cilët nuk janë shqiptar, me ata bisedojmë, komunikojmë gjuhë angleze, edhe mandena fëmijët janë në mënyrë indirekte të ekspozuar ndaj gjuhës angleze, edhe kur vjen mosha 3 vjeçare, ata veç dinë me bo dallimin. Edhe është shumë e rëndësishme që fëmijët tonë në moshat 1-3 ata flasin shqip. Normalisht të na e shpenzojnë kohën më të madhe gjatë ditës, edhe për çat arsye na kemi vendosur që fëmijëve që janë shqiptar me ju fol më shumë në gjuhën shqipe. Për shkak se mosha 1-3 është tepër e rëndësishme për punën e zhvillimit gjuhësor, që edhe kemi diskutuar ma herët. Përveç faktit që kjo botnisht dihet që sa ma i ri që mundohesh me mësu një gjuhë, qaq ma lehtë e mëson edhe përvetëson, diçka që vetë metodologjia Montessori e ka, çka e dallon prej tjerave, është mënyra që na e mësojmë gjuhën edhe që mësojmë me shkru edhe me lexu. Është ai aspekti fonetik. Do me thonë aspektin fonetik, secila gjuhë është e njëjtë, secili tingull e ka tingullin e njëjtë, pavarësisht që ka emrin simboli. Për ata arsye mendoj që është e lehtë për fëmijët tonë, kur të dalin prej këtujt me ditë me lexu edhe anglisht edhe shqip, njëpse gjuha shqipe është gjuhë fonetike, ashtu që shkruhet edhe lexohet, po edhe gjuhën angleze, nëse i njëjti simbolet sikur tinguj, kime pas më të lehtë me i deshifru si fjalë të plota. Edhe në shkollën që e kemi në lagjin Kalabria, atje për shkak se krejt mësimi bëhet veç ekskluzivisht në gjuhën angleze, na kemi shumë fëmijë të cilët kanë shku në shkolla publike. Kur e kanë përfunduar te na, kanë vazhduar në shkollë publike, gjithmonë ka qenë brenga që a ka me ditë kur shkon klasë parë mi njoh shkronjat. Realisht asnjë fëmijë nuk ka pas problem për arsye pikërisht që na i mësojmë gjithmonë në mënyrë fonetike shkronjat. Pra simboli është simbol ai që është, se është simbol latin edhe përdoret edhe si gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Mirë po është e rëndësishme që na të dy gjuhët i mësojmë në mënyrën fonetike. Vakt edhe në Amerikë dhe në vende tjera ku gjuha primare është gjuha angleze, ata gjithashtu i mësojnë në mënyrë fonetike shkronjat, për arsye se e bën leximin si koncept shumë më të lehtë. E leximi si koncept është diçka që mësohet vetëm me një gjuhë. Nuk e mëson në secilën gjuhë mi lidh shkronjat. Në një gjuhë e mëson, me siguri ka gjuhë të ndryshme të cilat kanë shumë ma shumë simbole, edhe bashkimi i simboleve krijon shkronja të ndryshme, ose në aspektin fonetik rroke ndryshme, po e rëndësishme është që si koncept, leximi veç një herë njëjtë mësohet. Edhe na për çat arsye e implementojmë të lexuarit në mënyrë fonetike në secilën gjuhë. Se madje ata nuk kanë problem kur shkojnë klasën e parë. Për mua ka shumë e rëndësishme me potencu që shqetësimet e krejt prindërve që i kanë për ekspozimin e fëmijëve në 2 gjuhë, mendoj që e kanë një përgjigje, na i dham disa shembuj edhe disa fakte që mendoj që kanë me ju ndihmu, edhe mendoj që krejt kjo na ka dhënë një mesazh për me vazhdu përpara dhe për me thonë bashkëlirshëm që dygjuhësia është aset e jo barierë. Po shumë e vërtet se kur jemi të ekspozuar në 2 gjuhë, jemi shumë ma shumë fleksibil, truni zhvillohet në një mënyrë saktume, edhe e ke fëmijët edhe na të rriturit, gjithashtu që kemi qenë të ekspozuar në 2 gjuhë, e kemi mundësinë me pas vendimet ekzekutive i marrim në mënyrë pak ma kreative. Si temë e kemi trajtuar shumë edhe vetë, edhe këto, mirë po mendoj që duhet me nda ekspozimin e teknologji edhe mësimin e gjuhës tjetër, e mendoj që për herën tjetër do të fokusohemi pak te pjesa e teknologjisë. Tema që diskutum është shumë e rëndësishme, mirë po në muajin tetor në këtë muaj është e pamundur mos me i dhonë rëndësi muajit të ndërgjegjësimit
kundër kancerit të gjirit. Patjetër që na dojmë me shfrytzu platformën tonë që me inkuraju të gjitha gratë me i marrë të gjitha masat e duhura që të kujdesen për veten dhe për shëndetin e tyre.